Sheqer Sinan, poetja nga Lushnja, është një nga zërat e spikatur të poezisë shqipe, e cila jetën e saj e ka ndarë mes punës dhe pasionit për vargun. Në këto ditë vere, ajo vjen për lexuesin me librin e saj të shtatë, ku sjell ndjenjat e dashurisë së rrënjosur në realitetin e përditshëm, duke ndërthurur natyrën me botën e brendshme të një gruaje që shkruan me mençuri dhe ndjenjë. Në poezitë e saj, Sheqer Sinan gëzheton gëzimin, trishtimin, forcën dhe guximin, gjithmonë me një zë të sinqertë të thellë. Në librin e fundit, me titullin Pasqyra je ti ëngjëll, autorja na fut në një univers të fuqishëm ëngjëllor, një botë imagjinare ku shpirti i poezisë ndriçohet nga prania e ëngjëjve që falin dashuri dhe mbjellin shpresë në errësirën e jetës. Poezitë e Sheqer Sinës prej vitesh shoqërojnë breza të tërë si një burim frymëzimi, shpresë dhe krenarie. Ajo është bie e një toke të ndritur, ku bukuria njerëzore dhe fuqia e fjalës poetike shndërrohen në art. Me krijimtarinë e saj, ajo arrin të transformojë fjalën e thjeshtë në ndjesi të thella, duke çuar lexuesin në majat e poezisë shqipe. Përmes penës së saj, ajo sjell fuqinë e gruas në letërsi, një forcë që nuk hesht, por flet me zemër e shpirt. Dhe siç shprehet vetë autorja, në pasqyrën e fjalës time, çdo lexues mund të gjejë një ëngjëll. Të falenderoj tyja dhe televizionin Apollon për mbështetjen kryesore dhe për rëndësinë që jepni ju shkrimtarëve dhe poetëve lushnjar, por edhe të rrethëve të tjera. Tani, unë kam botuar 7 libra. Libri i parë është Sprova e jetës, libri i dytë është Besa që lidhet zemrat, libri i tretë Shpirti ëngjëllor, libri i katërt Ëmbëlsia e emrit tim, Sheqere. Në librin e 5 kam ardhur me romanin Bia e Shëbenikur në Mizeqe. Libri i 6 Vajzë prej ëndrash. Dhe libri i 7 vjen Pasqyra e shpirtit je ti ëngjëll. Pasqyra e shpirtit je ti ëngjëll, unë kam paraqitur vendin, kam paraqitur botën njerëzore, kam paraqitur njerëzit dhe më ka bërë përshtypje dhe që kam shkruar më shumë. Kam shkruar për njerëzit që janë larguar nga vendi, nga dhimbja dhe braktisja e vendit më ka shtyrë që unë të shkruaj sa më shumë. Do me thënë, dhimbja e një nane më ka bërë që unë të shkruaj shumë. Cili do të ishte poezia që ju keni vendosur kopertinës titullin U ëngjëlli është pjesë e shpresës? Të gjitha poezitë lidhen me titullin e këtij libri, Pasqyra e shpirtit je ti ëngjëll, sepse brenda shpirtit të njeriut është një zemër e madhe, është një diell që lind dhe nuk perëndon. Kjo do të thotë që neve ngrihemi, zgjohemi në mëngjes, pas bardhur agimi dhe përshëndetemi, i përshëndes njerëzit me zërin e poezisë dhe pastaj vazhdoj duke përqafuar njerëzit dhe duke u dhuruar dhe duke më dhuruar dashuri mirënjohje në punë. A është lidhur jeta juaj me poezinë, me shkrimet dhe me punën e përditshme, si një grua, si një nën, si një gjyshe? Po, kjo është lidhur shumë dhe kjo më ka bërë të shkruaj shumë.